Shqipëria ka regjistruar një nga fitoret më të rëndësishme të viteve të fundit duke mposhtur Serbinë dhe duke mbajtur gjallë shpresat për kualifikimin në kampionatin botëror 2026. Ndeshja e luajtur për kualifikueset e grupit K përfundoi me sukses minimal 1-0 për Kuqezinjt me golin vendimtar të realizuar nga Rej Manaj. Ky rezultat ka një vlerë të veçantë jo vetëm për historinë e përballjeve mes dy ekipeve, por edhe për ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt botërorit. Pas këtij triumfi, Shqipëria e drejtuar nga trajneri Silvinjo renditet në vendin e dytë të grupit, duke mbajtur një avantazh prej 4 pikësh ndaj Serbisë, megjithse me një ndeshje më shumë të luajtur. Gara për vendin e dytë mbetet ende e hapur pasi diferenca është e vogël dhe kalendari i ndeshjeve të mbetura mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në renditje. Në nëntor Kuqezinjt do të zhvillojnë 2 sfidat e fundit të këtij edicioni kualifikues. Ndeshja e parë është planifikuar në 13 nëntor në transfert kundër Andorrës, ndërsa 3 ditë më vonë në 16 nëntor Shqipëria do të mbyll fushatën e saj kualifikuese në Air Albania ndaj Anglisë që kryeson grupin. Objektivi është i qartë të merren pikët maksimale në Andorrë dhe të bëhet një paraqitje dinjitoze ndaj anglezëve në Tiranë. Nga ana tjetër, Serbia ka një kalendar më të ngjeshur dhe më të ndërlikuar. Rivali i Shqipërisë do të luajë fillimisht në 14 tetor në fushën e Andorrës, më pas në 13 nëntor përballet me Anglinë në transfer dhe mbyll ciklin në 16 nëntor në Beograd ndaj Letonisë. Për serbët çdo gabim mund të rezultojë vendimtar në garën për vendin e dytë që siguron kualifikimin direkt për botërorin.